Organizata Botërore e Shëndetësisë i jep alarmin se në Siri është përhapur sëmundja e poliomelitit. Përfaqësues të OKB-s në Siri raportojnë se deri tani janë identifikuar më shumë se 10 raste të fëmijëve të prekur nga sëmundja, ndërsa po shqyrtohen edhe 12 raste të tjera. Poliomeliti është një sëmundje ngjitse që shkaktohet si pasojë e helmimit nga ushqimet dhe uji i ndotur, ndërsa targeti i sëmundjes deri tani janë fëmijët nën moshën 2 vjeç. Zyrtari i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Oliver Rosenbauer, u shpreh se gjendja është alarmante pasi sëmundja ka një shkallë të lartë ngjitse dhe në provincën më të prekur të vendit, Deir al-Zour, numërohen rreth 100 fëmijë të pavaksinuar nën moshën 5 vjeç që rrezikohen seriozisht nga sëmundja. Sigurisht që kjo është një sëmundje ngjitëse, pasi me lëvizjen e njerëzve kjo mund të përhapet dhe në zona të tjera. Rreziku për përhapjen e sëmundjes në gjithë rajonin paraqitet i lartë. U shpreh Rosenbauer nga Gjeneva. Siria ka që në vitin 2011 që po kalon një luftë civile ku më shumë se 4 milion sirian janë detyruar të largohen nga vendi, ndërsa banorët që kanë qëndruar brenda territorit sirian kanë dhënë alarmin për mungesë ushqimesh, medikamentesh dhe ndihmë humanitare. Nuk kemi parë bukë me sy që prej 9 muajsh, kemi ngrënë gjethe dhe barë, është shprehur një banore siriane.